Mjeku çudit botën, qepa shëron këto tre sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Në një pikë jemi të gjithë të ngjashëm, vështirë ta durojmë rrotull vetes aromën e qepës, sidomos kur ajo gatuhet në kuzhinën e shtëpisë. Në mendje na vinë shumë receta të ndryshme, por është e vështirë të gjejmë të paktën njërin që ta mbajmë se nuk përmban qep në të. Kjo është veçanërisht e vërtetë sidomos gjatë muajve të dimrit, kur shpesh ndjejmë bllokime të sinuseve dhe ne kemi nevojë edhe për një shpëtim më të mirë. Natyrshëm, qepa jo vetëm që mund t'i shtojë shije në ushqimeve tuaja, por ato janë çuditërisht të shëndetshme edhe për ju. Ne kemi përpiluar një listë me disa arsye bindëse pse ju duhet të shtoni qepën në ushqimet e përditshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ato përmirësojnë shëndetin tuaj dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në shumë element të mirë ushqyes. Në këtë video, sipas WebMed, do të rëndisim disa nga përfitimet mbreslënse që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i qepëve. Qepët janë një ndihmë e mirë e organizmit tuaj gjithashtu edhe në rregullimin e luhatjeve të sheqerit në gjak. Një studim i fundit mbi diabetin tek minj zbuloi se një ekstrakt të qepa ndihmon në reduktimin e niveleve të glukozës në gjak dhe uljen e niveleve të kolesterolit, sidomos kur ajo së bashku edhe me elementet ushqyes i jepet në dietën tuaj. Kështu mund të cilësohet si një aleate e vërtetë e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Pra nëse vuani nga diabeti ose jeni në hapat e para të tij, shtimi një sasie të qepës në dietën tuaj, në mënyrë të përditshme në ushqyerjen tuaj, mund të ndihmojë në uljen e duhur të luhatjeve të sheqerit në mënyrë natyrale, por ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të bërë përzgjedhjen e duhur. Sistemi juaj imunitar gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga konsumi i qepëve. Qepët jo vetëm që përmbajnë në përbërës antivirusal, gjithashtu ato kanë në përmbajtje të tyre edhe vitaminën C. Kjo gjithashtu mund të ndihmojë që sistemi imunitar të rritet dhe gjithashtu të bëjë ballë kundër ftohjes dhe problemeve sezonale të gripit dhe të forcojë vitaminën dhe elementet ushqyes në këtë periudhë. Nuk është e çuditë që njerëzit që kanë shtuar hudhra dhe qepën në supën prej shekuj me radhë nuk vuajnë më nga ftohja. Kjo jo vetëm që jep një shije të fortë, por në të vërtetë ju ndihmon edhe të përmirësoni organizmin tuaj në këto situata alarmante. Do të keni gjithashtu edhe flokë më të shëndetshëm me përfshirjen e qepës në recetat tuaja ditore. Kur bëhet fjala për biotinën ose vitaminën B komplekse, e nevojshme për të rikthyer lëndët ushqyese të caktuara në trupin tuaj dhe energjinë, qepët mund të jenë një burim shumë i madh i saj. Mungesa e biotinës mund të çojë në humbjen e panevojshme të flokut. Qepët do të përmbajnë këtë element të rëndësishëm, i cili është shumë i vlefshëm për flokët e fortë dhe me shkëlqim. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht përfshirjen e këtyre produkteve në dietën tuaj të përgjithshme. Duke shtuar ato si duhet, mund të merrni përfitime të duhura kundër komplikacioneve siç është dobësimi i flokut. Edhe lëkura juaj do të përfitojë ndjeshëm nga përfshirja e qepës në dietën e përgjithshme. Jo vetëm që mungesa e biotinës shkakton probleme me flokun, por gjithashtu mund të shkaktojë edhe probleme me lëkurën e thatë dhe me luspa. Mbajtja e ushqimeve të pasura me biotinë në dietën tuaj është një mënyrë e mirë për të ruajtur lëkurën e shëndetshme gjatë dimrit. Gjithashtu ekspertët thonë se edhe thonjtë tuaj do të përfitojnë nga përfshirja e tyre. Suplementet për thonjë përmbajnë elementë të njohur që ndihmojnë në rritjen dhe forcimin e tyre, që do të thotë se ju kur konsumoni qep, ju njëkohësisht do të kujdeseni për pjesët e ndryshme të trupit, jo vetëm për thonjë. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të ndihmojë edhe në përmirësimin dëndësisë së kockave tuaja. Sado e çuditshme mund të tingëllojë, por disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mund të ketë efekte pozitive në dëndësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe çdo ditë për një muaj thuhet se rrit dëndësinë e kockave tuaja me 5% krahasuar me ato që nuk i përdorin. Ato mund të zvogëlojnë nivelin e kolesterolit dhe ta mbajnë zemrën tuaj akoma dhe më të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore qepët zvogëlojnë kolesterolin e keq,
i cili është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon riskun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban zemrën e shëndetshme. Ato mund ta bëjnë tretjen tuaj më të butë. Qepët janë plot me fibra që përshpejtojnë tretjen e duhur në trup. Përveç kësaj, ato gjithashtu rrisin prodhimin e bakterieve të mira në zorr, duke bërë më të lehtë procesin e tretjes së trupit. Ato mund të zvogëlojnë dëmtimin e qelizave dhe të rrisin antioksidantët. Qepët përmbajnë 25 lloje të ndryshme të antioksidantëve që janë të mirë për trupin. Jo vetëm që antioksidantët mbajnë larg sëmundje të caktuara, por gjithashtu edhe parandalojnë dëmtimin e qelizave. Ato mund të përmirësojnë shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteriet e këqija të pranishme në gojen tuaj dhe përmirësojnë gjithashtu higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu mund të forcojnë dhëmbët tuaj. Ato përmbajnë elementin e quercetinës, një substancë që i mban sytë tuaj të sigurt. Ato ju ndihmojnë të bëni një gjumë më të mirë të natës. Kërkimet e bëra nga Universiteti Colorado sugjerojnë se konsumi i qepës mund të përmirësojë cilësinë e gjumit. Ato kanë fibra dietike të pranishme të cilat promovojnë shëndetin e mirë të zorrës dhe gjithashtu lehtësojnë problemet e stresit. Qepa mund të luftojë plakjen dhe të përmirësojë lëkurën tuaj. Të pasura me vitaminën A, vitaminën C dhe E. Qepët mund të ndihmojnë të arrini lëkurën e përsosur me shkëlqim që dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë puçrat, si dhe sipas një studimi, aplikimi i xhelit të nxjerrë nga qepa në lëkurën tuaj mund të lehtësojë gjithashtu irritimet e saj. Sigurisht që qepa është një element shumë i mirë për shëndetin tuaj, por ndikimet e saj do të jenë më të mira nëse dini se si ta përfshini atë edhe kur në dietën tuaj. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit dhe është cilësuar gjithashtu si një nga produktet më komplekse në të mirë të organizmit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Për ekspertët, qepa është një nga ushqimet e klasit të parë dhe jo vetëm në përdorimet e kuzhinës. Qepa është një produkt fantastik edhe kundër problemeve kronike. Bashkë me shegë dhe çajin e malit që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepët renditen ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë dhe është e dobishme për trajtimin e sëmundjeve kronike, gjithashtu edhe problemeve koronare, diabetit tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme edhe kundër problemeve të shkaktuara prej tyre. Ekspertët thonë se përfshirja e saj në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të jetë një mënyrë parandaluese kundër këtyre komplikacioneve të njëpasnjëshme. Qepa është e mirë gjithashtu për shëndetin tuaj të zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën më mirë se sa produktet e tjera. Qepa do të ulë nivelin e kolesterolit, do të pengojë gjithashtu edhe forcimin e enëve të gjakut, do t'i bëjë ato më elastike dhe do të mirëmbajë gjithashtu edhe tensionin e gjakut. Qepa është një produkt fantastik për personat që vuajnë nga diabeti dhe mund të jetë një aleat i çmuar në këtë aspekt. Por fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë kështu një aleat e mirë e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo do t'ju vinë në ndihmë nëse konsumohet të paktën një qep çdo ditë. Falë qepës zbehet edhe dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep do të përmirësoni nivelet e sheqerit në trup, peshën trupore dhe yndyrnat e trupit. Qepa është armiku gjithashtu numër 1 i qelizave të dëmshme. Nëse doni të mbani larg këto komplikacione, siguroni që qepën ta keni aleatin të çmuar të shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë gjithashtu substanca të rëndësishme ushqyese, të cilët do të luajnë një rol pozitiv në këtë aspekt, dhe shumë prej aftësive mbrojtëse për të tyre do të jenë gjithashtu të vlefshme në rigjenerimin e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tilla. Përfshijeni qepën në sallata, në gatime të ndryshme, në peshk, në mish ose edhe në supra, dhe ndikimet që do të keni do të jenë fantastike. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.